مضينا إلى البيت يا ذا الأنام بحمل ثقيل وذنب أقام نشد الخطى نرقى ذاك المقام نطوف ونسعى لنجل الظلام عسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhela xhelaluhu, salavat dhe selamet nga thellësia e zemrës tonia për cilin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhela xhelaluhu për mirësitë e tij, begatitë e tij, dhuntitë e tij që na i ka dhuruar, nderin e tij që na ka nderuar e që na ka veçuar dhe na ka dalluar e na ka bërë pjesëtar të ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe një nder të veçantë që Allahu xhela xhelaluhu na dhuroi neve është që na dhuroi jetë gjatësinë që të kemi mundësi ta arrijmë muajin e madhërishëm të Ramazanit deri në këtë natë apo deri në këtë ditë të fundit. Dhe padyshim se mirësi e madhe o vëllezër është që Allahu xhela xhelaluhu të ta zgjat jetën e ti të arrish deri në fund e të shfrytëzosh muajin të cilën Allahu xhela xhelaluhu e ngriti ato me vlerë shumë. Dhe se padyshim se gjithherë njeriu në fillim është shumë aktiv për ta shfrytëzuar ato e për të punuar në to, edhe me shumë bindje e fillon që këtë vit, edhe pse më ka shkuar Ramazani, por këtë vit inshallah nuk e lo që ai të më ika ashtu vetëm shkele shko, por pas disa ditëve zbehet njeriu dhe ja vjen dita e fundit edhe vjen nata e fundit o vëllezër që na mo t'ja japim lam të mirën e këtij muaji. E që lusim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu xhela xhelaluhu ta ketë përfunduar këtë muaj dhe ai duke qenë i kënaqur me ne. Lusim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu ta pranon agjërimin ton nga gjithë ne dhe nga gjithë muslimanët. Lusim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu ta pranon namazin ton. Gjithashtu Allahun xhela xhelaluhu lusim që Allahu të pranon gjitha veprat e mira tona dhe Allahu të bën këtë muaj i përmirësimit të zemrave tona, muaj i përmirësimit të shpirtave tonë dhe gjendjes tonë, që na të jemi më të kthyer ka Allahu, më me zemra të përmirësuara, më me besim të rritur dhe më afër shtëpisë Allahut xhela xhelaluhu. Nëse ke qenë që ende nuk ke marrur pjesë në shtëpijet e Allahut, në xhamijat e Allahut, që të i falish farzet e Allahut, epja besën Allahut që nga sonte dhe thuaj: o Zot, ti që më mundsove ta arrij deri në fund këtë muaj, shëndosh e mirë e rahat, o Zot, unë nuk e lo asnjë namaz të më ik. Se cili le t'ja e besën Allahu xhela xhelaluhu, nëse dëshiron që të arrin kënaqësinë, stabilitetin, lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Edhe se padyshim se vëllezër na prosonte këtu për shkak të përfundimit të këtij muaji të madhërishëm, gjithashtu dëshirojmë që ta përfundojmë me një përgëzim. E ajo është përgëzimi i ndonjërit prej nesh me umra që të jetë musafir i Allahut xhela xhelaluhu. Ashtu sikur që musafiri i Allahut xhela xhelaluhu kem prezencën tonë e na nderoi me shumë mirësi, me shumë dhunti dhe me shumë begati, padyshim se
të shkojsh pastaj në qabën e bekuar, ije musafir i Allahut xhelle xhelaluhu, një vizitor që të shkojsh të vizitojsh shtëpin e lashtë të Allahut xhelle xhelaluhu. E padyshim se kjo është mirësi e madhe, o vëllezër, na e pa të mbërë një program. Ndëgjohet e? Na e pa të mbërë një program që kushdo i cili është i rregullt në namazin e sabahut me xhamat, që ta merr një umrë inshallah. Emrat janë selektuar dhe ato emrat të cilët kanë qenë të rregull, inshallah sonte, kush prej tyre ka qenë ma i sinqerti dhe ma i sinqerti në lutje dhe ma i devotshëm në zemër, që Allahu xhelle xhelaluhu e ka zgjedhur, sonte e shikojmë se kush do të jetë ai i lumtur që të shkon në shtëpinë e Allahut xhelle xhelaluhu si vizitor, edhe të shkon si umraxhi deri në qabën e bekuar. E padyshim se namazi i sabahut të vëllezër është normal prej namazeve pak të vështira, por subhanallah, a e shihni se me qenë një shpërblim i tillë, edhe për ta kapur nëse na mundohemi pak, kjo që shihet me sy, vetëm një umre e thjesht, që ta kapish e të gëzohesh e të shkojsh deri atje, me të vërtetë se është gëzim, të ta mundson Allahu xhelle xhelaluhu. Por ajo e cila është, o vëllezër, se sa gëzim dhe sa shpërblim është që ti ta fitojsh këtu në dunjë dhe e pre ta thua kush do të jetë. Po para mendohem ditën e gjykimit, kur do të dalim te Allahu xhelle xhelaluhu, e Allahu xhelle xhelaluhu, cilin prej nesh a thua e ka zgjedhur për ta futur në xhennet. Edhe ato prej umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që do të ketë, që do të futet në xhennet pa llogari. A thua do të jemi na ata të cilët do të futemi në xhennetin e Allahut pa llogari. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na bën prej atyre të cilët do t'i fut Allahu xhelle xhelaluhu në xhennet direkt pa llogari. Për shkak se, o vëllezër, e cekëm namazin e sabahut, se e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadithin që transmeton Abu Davudi dhe Tirmidhiu nga Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi apo Buraidat ibn Husayb al-Aslami. Më shumë janë prapë për shkak të dyshimit, po më shumë se ky është sahabiu që transmeton hadithin Buraidat ibn Husayb al-Aslami, që tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Bashiril masha'ina bi dhulami fil masajidi bin nuri tami yawm al-qiyam." Para menohem pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër jep këtë përgëzim por gjithë umetin e tij. Tha përgëzoi ata të cilët dalin në errësirë në xhami, ata të cilët kanë shkuar vazhdimisht në errësirë në xhami. Cila ishte për qëllim në errësirë në xhami? Pra që dalën në sabahun, në namazin e sabahut me xhamat dhe në namazin e yacis me xhamat. Në xhami, në errësirë këto dy namazet. Tha pejgamberi sallallahu përgëzoi me dritë të plotësuar nga Allahu xhelle xhelaluhu. E paramendohet ti vetëm prezenca yte në namazin e sabahut dhe të yacis. E padyshim se ky muaj na adaptoi dhe na stërviti e na mësoi që na të marrmi pjesë, o vëllezër, edhe të mësojmë veten tonë se si të marrmi pjesë në namazet me xhamat. Po shpërblimi sa është. Nëse është vetëm drita që të paraprin dritë e madhe, ndriçim fytyre që Allahu xhelle xhelaluhu të të jep në ditën e gjykimit, ku do të nxihen shumë fytyra. Por dikush do t'i ndriçon fytyra. Me çka? Me prezencën e tij në namazin e sabahut. Nëse na si krijesa mund ta caktojmë një shpërblim thjesht për dikan që ka marrur pjesë, ose sonte për shembull që do ta merr dikush një shpërblim të tillë, vetëm sonte nëse na si krijesa të Allahut mund ta caktojmë një shpërblim të vogël e të tillë. Po valla thua si është caktimi i shpërblimit të krijuesit të gjithësisë. Çfarë shpërblimesh ka përgatitur për robërit e tij? Pse o vëllezër i neglizhojmë na shpërblimet e krijuesit të gjithësisë?
se si shohim me sy. Nëse është një problem i vogël, pse e shohim me sy, dëshirojmë që secili ta kapim apo. Po ato që Allahu xhelaluhu na ka lajmëruar, e pejgamberi sa na ka përgëzuar, sa do të jenë ato shpërblime, Allahu e din. Me dritë në ditën kur Allahu xhelaluhu tha yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim. Allahu xhelaluhu tha na ditë kur nuk e mposht e as e poshtron të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ata që kanë besuar me to. Shpresojmë që dhe na të jemi në atë grup inshallah ya Rabb. Shpresojmë edhe na të jemi në grupin që kemi besuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kemi besuar edhe jemi munduar që t'i praktikojmë sunetet e tij. Allahu xhelaluhu tha nuruhum yas'a bayna aydihim wa baymanihim. Dritë e madhe që ju paraprin para dhe pas. Ndryshimi i madh i kujna te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ata të cilët kanë besuar. Dhe ata pastaj e thojnë një dua, tha Allahu xhelaluhu, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Thojnë o Zot, na plotëso këtë dritë. O Zot, na i fal mëkatet tona se ti je i plot fuqishëm. E paramendoj dikush me këtë dritë, dikush në gjykimit o vëllezër, në surën Hadid, Allahu xhelaluhu tha yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lil-ladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Paramendoj në ditën kur do të vjen, tha Allahu xhelaluhu, këto me dritë ndriçuar shumë, që i kanë plotësuar dritën e tyre duke ecur në errësirat e namazeve të sabatit të yacis në xhami. Tha na ditë Allahu xhelaluhu janë disa njerëz munafiqët dhe munafiket do të ndalen me ata besimtarët. Me këtë dritë madhe ju thojnë: "Undhuruna naqtabis min nurikum." Na pritni veç pak të marrmi dhe na nga drita juaj. Na jepni pak dritë. Na dhuroni dritë nga drita e madhe që e ka dhuruar Allahu xhelaluhu. Paramendon ditën më të vështirë, të ndriçon fytyra yte, të prin drita Allahu xhelaluhu parë dhe mbas. Besimtarët në ditën e gjykimit do të jenë me dritë të ndriçuar të madhe o vëllezër, parë dhe mbas. Dritën e besimit që e kanë. Ato të cilët vetëm u bashkuan me besimtarët, jetonin me besimtarët, me ata që besuan, por nuk bën asnjë vepër që të rrit dritën e tyre. E shukën dritën e tyre të gjykimit, dritën e tyre të ditës së gjykimit. E me të vërtetë se o vëllezër, është humbje dhe shkatërrim dhe mjerim e ti ta shukish dhe ta humbish dritën tonë dhe në ditën kur do t'jesh shumë i nevojshëm për atë dritë në ditën e gjykimit. Lutim Allahun xhelaluhu që Allahu ta plotëson dritën tonë, ta rrit dritën tonë dhe të na bën nga ata të cilët do të jenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së bashku, që do të futen në xhennet, dhe mos na privoft Allahu xhelaluhu nga shoqërimi i jon me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Mos na privoft Allahu xhelaluhu nga shiqimi i fytyrës së pejgamberit tonë, të cilën na e kemi besuar dhe e kemi pasuar pa e pa. Po inshallah shpresojmë që në ditën e gjykimit kur ta takojmë, ai mos të distancohet nga ne e të thotë se ato kanë shpifur sende të cilët tonë nuk i kanë porositur. Por na të jemi, inshallah shpresojmë që të jemi sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur që ai ka porositur. Pra nëse ky gëzim o vëllezër paramendohet se si do të jetë gëzimi në ditën e gjykimit, atëherë pra pa humbur kohë, vetëm kështu si këshill të shkurt e patëm pra cili ishte edhe qëllimi që na pak të nxitemi, edhe nëse një shpërblim i vogël dhe shumë i thjesht na mundemi, ku është shpërblimi i Allahut xhelaluhu, që na mos ta neglizhojmë ata. Na e provuam në këtë muaj, po sa është problemi a thua gjatë tërë vitit, prej këtij Ramazanit deri Ramazanit tjetër nëse na vjen, Allahu e din se çfarë problemi të jep vetëm me prezencën tonë dhe në namazin e sabahut të jesh me xhamat. Kur mos e neglizhon njëto vllai dashur musliman sa je gjallë. Sa të ka dhënë Allahu xhelaluhu jetë namazin e sabahut me xhamat, kur mos e neglizho. Kudo që të kesh mundësi, mos e neglizho. Dhe namazin e yacis kur mos e neglizho. Se pejgamberi Allahut përderisa solli gjithë ato hadithe, gjithë ato këshilla, gjithë ato kërcënime, derisa pejgamberi Allahut i do e dini hadithin, nuk du me zgjatë nda,
që i tha se mas vështirje kanë namazin e sabahut dhe të jacis prezentojnë xhami munafikat. Pse a thu? Problem, dush me pas besim. Dhe gjithashtu Ramazanin, kush e ka ma problem? Munafikat. Të dalet të shfaqe që ka agjeru, të tjerë shfaqesh, por mbrendësi, ai që nuk e ka zemrën mbushët me iman e ka vështirë t'ja dalë Ramazanit deri në fund. Ai cili ka besim dhe iman dhe dritë, ai qëndron të ravive prej ditës parë deri në fund. Po ati që dobësohet drita e besimit të tij, ditën e parë në mesme në fund edhe u kri, ose 27-ën mo që e zojmë ato sigurt e kemi apo. 27-ën e kemi të sigurt. Por atë s'ka nevojë të falmi pastaj në për të taravije tjera. E mu për atë vëllezër, ky është mësimi jonë që na ta marrëmi si mesazh që mos të neglizhojmë mo vepra pasi që u adaptuam dhe u kënaqëm në këtë muaj. Atëherë thua, nuk e di kush do t'i përzinë këto numrat. Ku është Miraxhi? A është Miraxhi vogël? A është ajo? Hajde Miraxhi. I lumë të dora Miraxhi se cilën do ta zgjidh tash inshallah. Hajde bismillah. Ku jemi? Bere atone? E qështu? Bismillah. A shkon me kohë kjo përzirja apo sa duhet? Ha? Si thoni? Ha? Hajde dhe ti pak përzirje dhe. Bismillah. Bismillah. Hajde bismillah të shumë Miraxhi dorën si e ka atleta të rëmë. Zgjidhe, bismillah. Cilat i të një? Hajde bismillah. Mshiri syte dhe zgjidhe. Hajde. Bismillah. Qele të shumë. Bismillah. Dini Amiti. Kush është këtë Dini Amiti? Ha? A është këtu? Nuk është këtu? Po. Për fat keq se ashtu tha edhe lajmëruna prom duket. E lajmëruna që kush nuk do t'jetë namazin e natës, ja, shpërblimi, subhanallah. Nuk je humbet. Atëherë vazhdojmë inshallah me përzilje, no? Pas ka pas në fakën, mashallah. Se ka qenë me të vërtetë i rregullt në xhami. Tallaviti edhe kur ta zgjedh me dorë tjetër, me djathtën. Me djathtën se s'di mirë. Kur ta zgjedhësh ti fsheli syt. Tamam? Hajde bismillah. Fsheli syt. Fsheli syt. Hajde të shohim kanë këtë zgjedh. Bismillah. Mahir Ramadani. Ku është Mahiri? Mahir, mashallah. Hajde bërëm. Mashallah. Mashallah. Selam. Hajde për hajrë të koftë umërja. Allah inshallah ta pranon me të mira. Mund të mbojsh këtë me vete. Edhe një përurim dhe vogël, inshallah. Kjo është gëzim me të vërtet në vete. Dhe këto e shojmë se me të vërtet Allahu Gjelle Gjelaluhu pas ka zgjedhur dikant për me shkuar në vizit. Allahu ta mundsoft inshallah shkojsh rahat e mirë e të na vesh me të mira. Allahu nderoft, Allahu ju shtoft bereqetin. Allahu ju shpërblef me të mira. Mund. Selam, Allah i rut. Mashallah. Mashallah. Allahu ju dhash të mira. Mashallah Miraxhi pas ka pas dorën e lehtë. Bravo Miraxhi. Tash në ngel edhe një, e aty do ta shohim se është numri shumë do të më përzija.
edhe do ta shikojmë inshallah se ko shku si, por ato inshallah do ta lëm se u vonuam të falimi pra namazet edhe inshallah pasi që ta kryjm, atëherë inshallah e bëjmë zgjedhjen edhe pastaj mo ecim, tamam? Inshallah ecim me gëzim. Ta kryjm inshallah namazin e pas namazit inshallah me lenin Allah xhel xelaluhu, pra do ta bëjmë zgjedhjen e atij i cili nuk u ka lodh. Ha? Nuk ai në lodhë. Ale inshallah dhe pak bëjmë ibadet. E bëni lutje më shumë, në sejdë tash nuk e dim inshallah, kur do të jetë më sinqert që ta kap inshallah, tamam? Allahu jesh problem. Mund të ndërtojmë safet, Allahu jesh problem. Tamam. Mos të përzihesh më atë sabaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O vëllezër, dhe lusëm Allahun xhel xelaluhu që Allahu ta pranon këtë namaz e ta pranon gjithë adhurimin të cilin e kemi bërë. Ky ishte Ramazani. Kjo ishte namazi i natës. Këto ishin lutjet e gjitha, përpjekjet e punët të cilat u munduam t'i bëjmë. Dhe shkoi Ramazani, shkuan ditët e tij, shkuan netët e tij, e nuk në ngel vetëm se Allahu xhel xelaluhu që duhet ta adhurojmë vazhdimisht ata, e që lutim që Allahu xhel xelaluhu ta pranon agjerimin nga ne dhe të jetë i kënaqur me ne, e të na don Allahu xhel xelaluhu. Se nëse na don Allahu xhel xelaluhu nuk na fut në zjarr. E lutim Allahu xhel xelaluhu që të na bën nga ata të cilët i don edhe i zgjedh. E subhanallah, sa interesant është me umrën të cilën e kemi caktuar, shkojnë në mend, subhanallah, ta fitojsh umrën e mos t'jesh prezent, edhe kjo është e njëjta sikur të jesh në muajin e Ramazanit, subhanallah, të gjithë të fitojnë, të falin namaz, të ngjallin netët, e dikush Allahu e ka pru këtë shansë që të fitojmë xhennet. Po dikush do ta fiton xhennetin. Po do të jem unë edhe ti ai që do ta fitojmë xhennetin. Dikush do të shpëton prej zjarmit të xhenemit, o do të jem unë dhe ti ai që do të shpëton prej zjarmit të xhenemit. E padyshim se ta fitojsh, Allahu më thon ja ku është xheneti. Eja shfrytëzo, e pa të shansën që të falesh e të kërkosh lutje natën e mos t'jesh prezent. E njëjta i ngjan subhanallahu që mos t'jesh prezent në fitimin edhe pse e kije fitimin në dorë. Dhe më thonë Allahu ta jep, po ti nuk e don. Allahu na ruajt e mos jemi nga ata të cilët privohemi. E njëjta është e natës Kadrit. Allahu na ka dhënë natën e Kadrit, që të jetë më e vlefshme se një muaj, më e vlefshme. Sa është e vlefshme Allahu e din. E ti t'jesh aty, para mendohet të jetojsh të ta zgjat jetën, po mos jesh prezant në xhamit të Allahut e mos ta kapish. Kjo me të vërtetë se është mjerim subhanallahu. E mu brat, e lusim Allahun xhel xelaluhu që Allahu të na drejton rrugën e tij, ta udhëzon fshatin ton rrugën e hajrit, të udhëzon rinin ton, të udhëzon trejat tona, e të na udhëzon familjet tona në dinën e Allahut, e ashtu që na të fitojmë gjithë së bashku mëshirën e Allahut, e të na futë Allahu xhel xelaluhu në xhennet. Pa ju lodhur shumë. Kjo është tash koha dhe momenti inshallah i gëzimit të dikuja i cili ka qenë prezent. Do ta shikojmë se kush ke me zemrën më të sinqert që ju lut Allahut dhe Allahu ja pranoi duan, atëherë let vinë ato numrat apo. Tash është koha dhe momenti i përzierjeve të numrave. Bera. Bera ti përzijem një herë numrat, a? Njën sa numra janë? Tamam. Ti Abdurrahman, ti përzish numra? Tamam. Hajde këtu. Kështu kështu ka kamera. Kjo ka gjemu. Me dorën e gjatë. Hajde. Përzije dhe kur pastaj dim shele sytë dhe da kapish një. Apo? Hajde bismillah. Shele sytë.
Bismillah. Numri 34. A ka numër 34 dikush ajo? Se ka kërkush, Së është prezent kjo i thot. Hajde, ngreja Abdurrahman, përzije. Me dorën e gjatë. Përzije mirë. Hecë të ovër. Përzije mirë. Ma qetë, vëllezër, ma qetë që... Hajde, a qek shirë, qirë atje. Hajde, pëshili si. Hajde, bismillah. Bere ta shirë me cirën e kiko. Opa! Numër i madhë shumë. Inshallah është edhe për dinit të madhë që ja vlej, no? 174. S'ka 174. Qka është kjo punë sa të kështu si s'na pranohet kjo? Mos janë gjysa me numrat që kanë qene, kanë kujtu veç ta marrën edhe kanë nikë. E kanë dole, ajo është problem. Nëse nuk ven për namaz e për ibadet, veç për numrin, a përshet tik. Ajde, përzi dhe një, me dorën e maj. Pësheli si. Ajde, kop. Ajde, bismillah. Numri i vogël, mendoj që du të me konë ky. 46. 46. Kush është? Cili fejm? Hajde poshtë. Mashallah. Cili është fejmi? I Eliz, tamam. Mashallah. Hajde, u kryoj dërëm, Po hishe pa? Eshtë. Mashallah. Allahu Akbar. Tekbir. Morime. Allah inshallah ta mundson me shkue e me na ardh shëndosh e rahat. Subhanallah. Është interesant se morime. Allahu ta pranoft umrën inshallah. Çka është më interesant se thejimi e ka pas emrin edhe të xhamati i sabahut shkru. Para mendohet. Dhe me thonë ka qenë për xhamatëve të rregull dhe ka pas emrin shkru, edhe jo Allahu se e ka po mas njëra tjetra, kur je prezent që ta kapish Allahu, ta mundsoft ja rab që të shkosh rahat, e mos në harro në dua, edhe neve, e Allahu të gëzoft tyje me familje gjithve. Kjo po është shpërblimi vëllezër. E kemi gjithashtu edhe një nder për njërin i cili shumë ka pas dëshirë që ta kap në umrën, pa nuk e di, a duat e tini që ka problem. E kemi këto një që i ka dhonë shumë zërë, edhe ka punu shumë, edhe kontribut shumë në xhami me të vërtet, shumë kontribut ka dhonë. Pra gjithë ky me stafin e mbikëqyrjes së xhamis të cilët janë pra otbore, këto Allahu i shpërblet se janë lodhë me të vërtet shumë. Po e kemi një hedije se pasi që nuk arriti hedije të marrë umrën, një hedije të vogël, ja kemi pregaditur inshallah stafi, jo aso si nderë dhe respekt, një parfym pak më të shtrenjtë të bukur të mirë. E inshallah në bën halal se me të vërtet u ka përpjek shumë, edhe ka dosh shumë që njënën prej të dyjeve ta kapa, mo që ka deri Allah, umra nuk arrin. Aso? Allah e shpërblet. Allahu nderoft, Allahu i shpërblet. Allahu i dhashtë mira, Allahu e pranoft agjerimin nga gjithë, e Allah inshallah na mundson të arrim Ramazana tjerë, e inshallah të kemi kështu gëzime. Allah ju gëzoft, Allah i ruajt gjithve. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah i ruajt, inshallah arrim, Allah dhe mirë. Shimi bëkta? Shimi këta? نطوف ونسعى لنجل الظلام عسى أن يقال لنا فاذهبوا
بعفو ومغفرة وسلام وستر عظيم بيوم الزحام وقلب سليم من الآثام. فيا رب بشرى لنا في الختام بجنات عدن فيها المقام. مضينا إلى البيت يا ذا الأنام بحمل ثقيل وذنب أقام. نشد الخطى نرقى ذاك المقام. نطوف ونسعى لنجل الظلام. عسى أن يقال لنا فاذهبوا بعفو ومغفرة وسلام وستر عظيم بيوم الزحام وقلب سليم من الآثام. فيا رب بشرى لنا في الختام بجنات عدن فيها المقام. إلى البيت يا ذا الأنام بحمل ثقيل وذنب أقام. نشد الخطى نرقى ذاك المقام. نطوف ونسعى لنجل الظلام. عسى أن يقال لنا فاذهبوا بعفو ومغفرة وسلام وستر عظيم بيوم الزحام وقلب سليم من الآثام. فيا رب بشرى مضينا إلى البيت يا ذا الأنام بحمل ثقيل وذنب أقام. نشد الخطى نرقى ذاك المقام. نطوف ونسعى لنجل الظلام. عسى أن يقال لنا فاذهبوا بعفو ومغفرة وسلام وستر عظيم بيوم الزحام وقلب سليم من الآثام. فيا رب بشرى لنا في الختام بجنات عدن فيها المقام. الحمد لله. الله يوفقكم في الزوج. في الشاطئ. مضينا إلى البيت يا ذا الأنام بحمل ثقيل وذنب أقام. نشد الخطى نرقى ذاك المقام. نطوف ونسعى لنجل الظلام. عسى أن يقال